Luka Jovic apo Santiago Gimenez, kush duhet të luajë nga minuta e parë? Sergio Conceição ka një dyshim për ditën e sotme, kush duhet të luajë nga minuta e parë? Mbas dëmtimit muskulor të Tammy Abraham, i cili rrezikon të mos luajë ndeshjen e javës që vjen kundër Bolonjës ditën e premte, Sergio Conceição ditën e sotme në ndeshjen e transfertës kundër Genoës, në ndeshjen Genova-Milan, duhet të vendosë që të fusi nga minuta e parë. Luka Jovic, i cili vjen nga një 2 gol i shënuar në derbin e Italisë, në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë, ndërsa Santiago Gimenez, i cili u zhbllokuar mbas shumë ndeshjeve pa rrjetën, pa golin kundër Venecias. Komentoni mendimin tuaj, kush duhet të luajë për Milanin ditën e sotme, Luka Jovic apo Santiago Gimenez? Për mendimin tim, ai që duhet luajë nga minuta e parë është Luka Jovic dhe mund të futet nga minuta e 65 mund të futet Santiago Gimenez. Komentoni mendimin tuaj dhe bëni follow faqen.